Në të vërtetë, ateizmi nuk është diçka e re. Nuk është diçka që ka dalë në kohën bashkëkohore. Është njohur edhe tek popujt e lashtë. Zakonisht ateizmi është shfaq prej njerëzve të pasur, njerëzve të pushtet të madh. Prej atyre personave është edhe Nemrudi, cili ka qenë perandori i Babilonisë të lashtë. Ai vetëm pse Zoti ka dhënë pushtet, ka menduar që ai është Zoti. Po ateistat në farë forme, sikur e paraqesin vetë e tyre si Zot. Edhe në kohën bashkëkohore, mendojnë që pse kanë pushtet edhe njohin shkencën, kanë zbuluar gjëra eksperimentale, mendojnë që janë Zota. Dhe me të vërtetë, kjo është si në kohën e lashtë, si në kohën bashkëkohore. Nemrudi, realisht Ibrahimi a.s. është takuar me këtë person. Se dhe Ibrahimi, baba i profetëve, ka lindë në Babiloni. Dhe me një rast e ka thirrë këta që ta besoj krijuesin një. Dhe i ka thonë Ibrahimi a.s. Zoti im është ai i cili jep jetë dhe vdekje. Dhe ai ka thënë, po edhe unë ja japi jetë dhe vdekje. Kishin pasur ja 3 burgosur, edhe ai thotë mi sillni të burgosurit, dhe njërin e vret dhe 2 i lënë të gjallë. Edhe i thotë Ibrahimit, shiko, edhe unë e japi jetë dhe vdekje. Subhanallah, është interesant, edhe ateistat bashkëkohor njëjtën metodë e ndjekin sikur Nemrudi. Me kësi lojra, fjalësh. Nuk është Nemrudi ai që ka jep jetë e vdekja, të qëllimi është ai që ka fillu jetën, ai që ka kriju faren, ai që ka kriju vezën, që ka kriju dy gjeni, ka kriju çdo send. Edhe vdekja është marrja e shpirtit. Porse kështu janë këta njerëz, bëjnë lojra fjalësh. Dhe në moment që i thot Nemrudi kështu Ibrahimit a.s., Ibrahimi shprehet me një formë tjetër. I thot, Allahu e sjell diellin nga lindja, ma sjell ti prej perëndimit. Dhe në atë moment Nemrudi ngel pa koment. I thot, Allahu e sjell diellin prej lindjes, sillet ti prej perëndimit, ngel me mes. Edhe ne i themi këtyre që mendojnë që pushteti e shkenca po i bën Zota. Me shkencën e ju, sillni diellin të lind prej perëndimit. Le ta sjellin. S'kan mundësi, edhe kur nuk do të kenë mundësi. Shikoni sa të paftë jemi. Mos mendoni që jemi Zota, na si jemi kurkushi. Na jemi rob të Zotit. Pse Zoti të ka dhënë pasunie, pushtet, mos duket vetja që je dikushi. Ti afet je rob i Zotit. Ti nuk je asgjë në raport me madhësinë e tokës. Toka nuk është asgjë në raport me madhësinë e diellit. E dielli nuk është asgjë në raport me madhësinë e yjeve. E yjet nuk janë asgjë në raport me madhësinë e galaktikave. Dhe galaktikat nuk janë asgjë në raport me madhësinë e universit. Po edhe universi është asgjë në raport me madhësinë e fronit Zotit. Dhe nuk ka asgjë më të madhe se Zoti jon dhe krijuesi jon. Për këtë arsye, le të vëdësojmë se me të vërtetë nuk keni rrugë tjetër. Allahu i Madhëshëm thotë te ejna tadhhabun. Ka po shkoni. Ka po shkoni, po na thotë Allahu i Madhëshëm. Rruga e drejtë është një, me adhuru Zotin, sipas asaj që na kanë mësuar profetët. Kjo është rruga vetme e shpëtimit dhe lumturisë në të dy botra.